ku spitale rajonale dhe mjekësitë primare me luftu për financimin e tyre, jo me pas financimin e gatshëm si është tash. Dhe duke pasur parasysh edhe për raportimeve të mediave, po edhe për raporteve ndërkombëtare që shpeshherë raporti i sektorit privat me publik ka qenë korruptiv, fatkeqësisht në Kosovë, rreziku që ky proces me shku keq ekziston. Unë nuk dua ta paragjykoj sepse ideologjikisht do unë besoj që sigurimet shëndetësore është politika më e rëndësishme në Kosovë që mund bëhet për momentin, por duhet jemi krejt kujdesshëm edhe të vëmendshëm sepse Fondi i sigurimeve shëndetësore do të bëhet institucioni i tretë më i rëndësishëm financiar në Kosovë, pra pas ATK-s dhe doganës. Më së shumti para qytetarët do të paguajnë dhe më së shumti ky institucion do të qarkulloj para dhe kjo nënkupton që mund të rriten edhe interesat e grupeve parapolitike ose financiare. Në konferencën për shtyp që e patë zotri Vitia, ku foli për këtë çështje dhe kalimin e këtij projekt ligji, ajo që ka vlen të përmendet ishte edhe njëra prej, po e citoj, do ta uli varfërinë e qytetarëve ky projekt ligj. Pra, a mund të qëndroj kjo në rast të votimit dhe kalimit në Kuvendin e Kosovës? Do doja shumë me pa parashikimin e kësaj qeverie dhe zotit Vitia se kur do të mund të bëhet një gjë e tillë, për shkak që duhet theksohet një politika që madhe, nuk është politikë që i takon vetëm dikasterit të shëndetësisë, për shkak që tash kemi ministritë e digitalizimit, Ministria e Ekonomisë, Financave, të gjitha këto hyjnë në Ministria e Punëve të Brendshme, për shkak që është kanë me regjistrim të popullsisë. Do të thotë ka çast shumë hisedar, saqë as nuk duhet me lënë përgjegjësinë veç një ministri, është i shumë dimensional si projekt, por unë nuk e di kur do e ul varfrinë, sepse sigurimet shëndetësore në vend